Mbrëmjen e së dielës, Vushtrria u trondit nga një vrasje e një 19 vjeçari nga një bashkëmoshatar i tij. Por ende pa kaluar 24 orë, ky qytet u trondit nga një tjetër vrasje e dyfisht në fshatin Stanac të kësaj komune. Motivet e dy rasteve ende janë mister, përveç disa raportimeve të pakonfirmuara. Ardit Zymeri, 19 vjeçar, mbeti i vrarë nga i dyshuari B.D, po ashtu 19 vjeçar mbrëmjen e së dielës. Më njëherë pas kryerjes së veprës penale, i dyshuari është arrestuar nga autoritetet përgjegjëse. Pas arrestimit, policia ka konfiskuar një armë pistolet që dyshohet të jetë përdorur nga i dyshuari në kryerjen e veprës penale, si dhe në shtëpinë e të dyshuarit është realizuar bastisje, ku është gjetur dhe konfiskuar edhe një armë e gjatë me 5 fishek. Gjykata themelore në Mitrovic, Departamenti për Krime të Rënda, pas ditën e së hënës ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovic, duke caktuar masën e paraburgimit të pandehurit B.D me dyshimin e bazuar për veprën penale vrasje e rënd. Ndërkohë, pas ditën e së hënës, Vushtrria u trondit sërish kur të shtënat me armë zjarri lanë të vdekur 2 persona, një grua 42 vjeçare dhe një 58 vjeçar. Sipas raportimeve të policisë, burri, pronari i një biznesi në fshatin Stanac, i cili ka qelluar për vdekje gruan 42 vjeçare, ish punëtore në biznesin e tij dhe më pas vetën. Motivet nuk janë bërë të ditura nga autoritetet, mirëpo familjarët të viktimës 42 vjeçare kanë pohuar se xhelozia për punë ka shtyer 58 vjeçarin në këtë akt makabër. Ndërkohë, kryetari i komunës së Vushtrisë, Ferit Idrizi, gjatë ditës së sotme ka shprehur dhimbjen e thellë për ngjarjet tragjike që ndodhen gjatë 2 ditëve të fundit në qytet, ku humbën jetën 3 qytetarë. Ai ka theksuar se nuk ka fjalë të mjaftueshme për të shprehur shqetësimin dhe dhimbjen e ndjerë në këtë humbje. Për të marrë me situatën dhe për të shqyrtuar masat e nevojshme, Idrizi ka thirrur një mbledhje urgjente të Këshillit Komunal për Siguri në bashkësi, duke shtuar se organet e sigurisë po i trajtojnë këto 2 raste dhe ne presim që drejtësia ta thotë fjalën e fundit.